Erion Alibej ka zbuluar në gjyqje dhe arsyen e vrasjes së Emiliano Ramazanit në Elbasan. Ai tregoi se Ramazani ishte aktiv te grupi çopajve dhe Taloçelës, ndërsa dha detaje se si u përgatit atentati ndaj tij. Ne në atë periudhë po interesoheshim dhe për Bujar Çelën, vllain e Taloçelës. Këtë si punë mori Enrik Hoxha dhe Skerdi Tase. Nuk u realizua për arsye që unë nuk e di. Gjatë kohës më pas vendosëm për Emiliano Ramazanin. Për atë kishim informator përveç Nureddinit, edhe Elio Bitrin dhe Giuliano Hoxhën. Arsyeja ishte Emiliano Ramazani ishte aktiv nga grupi Çopaja dhe Bujar Çela, dëshmoi ai. Alibej tha më tej se ndaj Ramazanit u organizuan disa erëprita, por nuk u realizuan, deri në momentin kur ai u ekzekutua. Janë bërë disa raste dhe nuk është arritur ekzekutimi, na ka shpëtuar. E dinim që Emiliano shkonte në palestër, vonohet shumë dhe te palestra dhe përsëri të riqen. Ditën e vrasjes, sapo doli nga palestra, informator kisha Enrik Hoxhajn, i cili ishte në timon dhe Skerdi Tase në ekzekutor. Ata e pritën në rrugën kryesore pranë pallatit që do futej Emiliano Ramazani. Sa ka ardhur, ka zbrit sklerdi me të. Pas vrasjes ai ka djegur makinën në dalje të Elbasanit dhe armën pas shtëpisë së Bujar Çelës, tregoi ai.